Mirdita mi që jemi rikthyer në Eat e Ne. Jemi në pjesën e dytë të programit, të vazhdoni të jeni në ekranin e RTS 1HD në programin ton, jemi bashkë prej orës 10:30 dhe sot kemi trajtuar shumë tema të ndryshme në pjesën e parë të programit, por një soj do të vijojmë edhe në pjesën e dytë, sepse do të flasim për mirëqenien tonë fizike, do të mësojmë se si të keni mundësi që të aktivizoni muskujt të rëndësishëm. Dhe pasi të mësoni këto, do të flasim për një tematik që ka lidhje përsëri me të bukurën dhe stilin. Do të përqendrohemi tek aksesorët në fund të emisionit. Mirë. Unë po spostohem në këndin ku na është bashkuar edhe Loris Maliqati, i cili është instruktor fitnessi dhe bashkë me Lorin sot do të mësojmë se si të keni mundësi që të aktivizoni muskuj specifik. Mirë se vjen, faleminderit që jemi ne. Mirë se u gjeta. Cilit janë muskujt më të rëndësishëm që duhet të aktivizojmë apo duhet të punojmë? Muskujt më të rëndësishëm të trupit janë këmbët, tricepse, gjokse edhe pak muskujt e barkut edhe shpina. Mundet që në kushte shtëpie të mundet të aktivizojmë njësoj sikur se jemi në palestër? Mundet. Në qoftë se ne i përkushtohemi dhe bëjmë ato çka duhen, mund t'i aktivizojmë. Çfarë duhet kemi kujdes? Pra duhet kemi kujdes ekzekutimin e ushtrimeve dhe performancën e tyre. A mundet që në kushtet shtëpie ndoshta edhe mund të dëmtohemi pa dashur? Nëse i bëjmë jo ashtu si duhet? Mundet të dëmtohemi, por ne duhet të tregojmë shumë kujdes. Çfarë na duhet në shtëpi për të mundur edhe për të bërë Na disa duhet thjesht ushtrime? një tapet dhe një karrike. Nëse s'kemi tapet, çfarë ndodh? E mira është që ta kemi sepse rrëshket, këtë po prisja të thoje. Mira është që një tapet të gjithë ata që duan të bëjnë ushtrime në kushte shtëpie, duhet me patjetër ta kenë sepse t'i jep një qëndrim më të mirë Jep dhe një edhe po, përparësi. dhe ju lejon që ju t'i bëni ushtrimet më mirë. Atëherë ne do të fillojmë me Loris Maliqati tani më, ju mësuar se cilat janë muskuj që duhet aktivizojnë, me cilat ushtrime do të nisim fillim. Do fillojmë me ushtrimet e viteve dhe të këmbëve. Okej, fillojmë atëherë. Pra, vazhdojmë. I ngrem duart para, këmbët i hapim sa gjësia shpatllave dhe vazhdojmë. Ulemi avash që të aktivizojmë glutet dhe këmbët, hamstringun edhe pulpat. Ngrihemi. Ulemi përsëri. Ngrihemi. Kështu vazhdojmë 3 sete nga 10, e kështu me radhë. Pastaj mund të vazhdojmë pak me tricepsin që mbahemi te karrike, mbahemi fort, këmbët para edhe ulemi avash. Që të aktivizojmë tricepsin, duart duhet të qëndrojnë 45 gradë me trupin, ja kështu. Ulemi përsëri avash, ngrihemi. Sa ushtrime të tilla duhet të bëjnë? Sa sete? 3 sete nga 12 triceps, 3 sete nga 10 squat. Pra, një ushtrim do ta bëni 12 herë dhe do e përsërisni 3 herë. Po. Pra, 12 ulje ngritje dhe 3 herë do të përsëritet. Po. Këto ishin për muskujt e viteve dhe të këmbëve. Viteve, këmbëve dhe për tricepsin. Pra mund të vazhdojmë dhe në tapet, si për shembull me muskujt e barkut, që shtrihemi dhe i vendosim duart te këmbët, ngrihemi avash, qëndrojmë 1 sekond. Pastaj ulemi, kështu vazhdojmë 4 sete nga 10. Pastaj ushtrimi i radhës në mes të këmbëve për pjesën poshtë të muskujve të barkut, vazhdojmë. Ngrihemi, qëndrojmë 2 sekonda, 1 edhe ulemi. Kështu vazhdojmë 5 sete nga 12. Pastaj mund të aktivizojmë edhe pjesën e muskujve të shpinës, që është shtrimi i barkës përmbys, edhe duart para, këmbët lart edhe ngrihemi. Qëndrojmë 2-3 sekonda dhe ulemi. Kështu vazhdojmë 4 sete nga 12. Loris, do të ftoj që të qëndrosh aty ku je për të pasur mundësi dhe për të na treguar edhe disa ushtrime të tjera, sepse për të pasur një staturë sa më të mirë dhe një qëndrim sa më të mirë, sigurisht ne duhet të punojmë me shpinën, dhe kjo na ndihmon që të kemi edhe një, le të themi, një qëndrim sa më të drejtë dhe sa më të saktë. Cilat janë disa ushtrime të tjera që mund të na tregosh për forcimin e muskujve të shpinës veç këtij që sapo tregova? Mund të jetë thjesht ndonjë stretching për shpinën. Si për shembull që mund ta bëjmë kështu, që kjo dhe gjuhet të rresh muskujt e barkut edhe muskujt e shpinës. Kobra quhet kjo në mos gaboj? Apo jo? Si? Kobra quhet? Po. Po, okej. Është shumë ushtrim efikas, pastaj mund të vazhdojmë edhe ngrem një dorë lart, kështu, mbrapa shpinës, dhe me dorën tjetër e tërheqim, cilën aktivizojmë pjesën anësore të shpinës, aneks, siç e themin kështu.
Pastaj dhe me dorën tjetër, kështu vazhdojmë 4 sete nga 12. Ndërkohë, muskujt e barkut janë po ashtu shumë të rëndësishme, shumë prej nesh duan që t'i aktivizojnë në mënyrë sa më të shpejt, por sigurisht kjo arrihet edhe duke pasur një regjim të mirë ushqimor, që besoj edhe ju e sugjeroni. Duke mbajtur dietë, ushqime tulta me kalori tulta, dhe duke u kujdesur mos me ngrënë sheqera, sheqer në të ndryshëm, pra ëmbëlsira apo çfarë do lloj sheqeri të tjetër. Ti demonstrove një ushtrim, se si mund të bëjmë një ushtrim për muskujt e barkut. Ndërkohë, mund t'i japim edhe 2 alternativa të tjera, pra për t'i shtuar edhe 2 ushtrime të tjera, cilat mund t'jenë? Sepse ushtrime për barkun ka shumë, a? Po. Pra, ushtrimi përsëri dhe i vendosim duart poshtë visëve dhe këmbët i tendosim i ngrem lart poshtë. Lart poshtë, gjithmonë lavash. Pastaj i mbledhim ushtrimin i rrallës, i cili është për pjesën e poshtme të barkut. Edhe i heq. I mbledhim përsëri i shtrim avash. Pra këto janë 2 ushtrime shumë efikase për pjesën e poshtme të barkut. Këto ushtrime mund të bëjë çdo grup moshe apo janë për grup mosha relativisht më të reja dhe për grup mosha disi më të rritura instruktorët sugjerojnë të tjera ushtrime? Shiko, në palestër, ushtrimet janë të ndara për çfarë do lloj grup moshe, ndërsa në shtëpi këto janë ushtrime që mund t'i bëj kushdo. Kushdo, mirë. Faleminderit Lori që ishe me ne sot, faleminderit për demonstrimin e këtyre ushtrimeve. Unë juftoj të gjithëve që ju të jeni të kujdesshëm për shëndetin tuaj, të jeni të kujdesshëm për mënyrën se si stërviteni, se si ushqeheni, sepse vetëm kështu do të keni mundësi që të keni një trup ashtu si duhet dhe ju do të dëshironi shumë aktivitet fizik dhe një regjim shumë i mirë ushqimor. Këto ishin këshillat që ne demonstruam tani, ndërkohë që të kalojmë në këndin tjetër të studios, ku është vendosur Antoneta së bashku me Jonën për të sjellë momentin e tyre. Faleminderit Iva. Si thash pak më parë, do ta mbyllim sot emisionin me mod, me stil dhe me aksesori. Jemi me Jona Mandia, e cila është pjesë e pandar e emisionet Ejat e ne. Mirë se erdhe përsëri e dashur. Mirë se ju gjej. Përpara se të vazhdojmë bisedën, ndjekim fillimisht sigletën.